Përshëndetje nderuar teleshikues, do të jemi së bashku me lajmet këtu në televizionin Skan. Bashkimi Evropian ka miratuar financimin prej 64.5 milion eurosh për Shqipërinë në kuadër të planit të rritjes ekonomike, ndërkohë që gjysma e këtij fondi do të shkojë për investime në sektorin e infrastrukturës. Parafinancimet të Shqipërisë nga plani i rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian kapin vlerën e 64.5 milion eurove. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri ka dalë me një deklaratë zyrtare mbi parafinancimin e parashikuar në kuadër të rritjes dhe lehtësimit të reformave për në BE. Me këtë parafinancim, Shqipëria përfiton 30 milion euro kredi koncesionare për buxhetin e shtetit si mbështetje për zbatimin e reformave në kuadër të agjendës së reformave të vendit. Parafinancimi i mbetur prej 34.5 milion eurosh në grante dhe hua koncesionare do të injektohet drejt për drejt për investime në infrastrukturë. Ambasadori i BE-s në Shqipëri u shpreh se Bashkimi Evropian qëndron në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt anëtarësimit në BE. Plani i rritjes e ndihmon Shqipërinë për të arritur këtë qëllim dhe për të afruar ekonominë shqiptare me ato të Bashkimit Evropian përpara se Shqipëria të bëhet anëtare. Sipas Gonzatos, Bashkimi Evropian po e mbështet Shqipërinë që të konsolidojë shtetin e saj të së drejtës, të zhvillojë infrastrukturën e saj, ekonominë e gjelbër, kapitalin njerëzor dhe biznesin e saj privat. Evropa është këtu për të mbështetur arritjen e qëndrueshme dhe kohezionin social të Shqipërisë, tha Gonzato. Ndërkohë kryenegociatorja Majlinda Dhuka theksoi se kjo është një shenjë e qartë besimi nga Bashkimi Evropian në rrugën e reformave të Shqipërisë dhe progresin e qëndrueshëm drejt anëtarësimit në familjen evropiane. Ne përqafojmë plotësisht madhësinë e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet përpara dhe jemi energjikisht të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen me zell të kritereve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, u shpreh Dhuka. Nga ana tjetër, delegacioni i Bashkimit Evropian që ndodhet në Tiranë ka konfirmuar ditën e djeshme se Shqipëria do të nisë të marrë financimet e planit të rritjes ekonomike të Bashkimit Evropian. Shqipëria është vendi i dytë të cilit i hapet rruga për të përfituar financimet e para nga plani i rritjes ekonomike. Pas përgatitjes së suksesshme të agjendës së reformave, Maqedonia e Veriut ishte vendi i parë që mori parafinancimin e parashikuar në planin e rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor. Deri në vitin 2027, Shqipërisë pritet t'i shpërndahen 922 milion euro nga plani i rritjes ekonomike. Sipas planit fillestar për 2024, vendi ynë parashikoi të merrte 76 milion euro kredi dhe grante nga Bashkimi Evropian, ndërkohë që përgjatë këtij viti financimi llogaritej në 279 milion euro. Në 2026, Shqipëria do të marrë shumën më të lartë në kredi dhe grante, konkretisht 314 milion euro, ndërsa në 2027 vetëm 251 milion euro. Plani i rritjes ekonomike i cili u miratua në prill të 2024 përfshinte si parakush për përfitimin e financimit, përgatitjen e një agjende kombëtare reformash. Lëshimi i çdo fondi do të varet nga progresi në zbatimin e masave të përfshira në agjendat e reformës. Por cilët janë sektorët që do të mbështeten me më shumë financim? Shumica e fondeve do të shkojnë për reformat në drejtësi, ndjekur më pas nga përmirësimi i klimës së biznesit, fuqizimin e kapitalit njerëzor, energjia dhe transicioni i gjelbër, si dhe zhvillimi i teknologjisë. Në total, vendet e Ballkanit Perëndimor do të përfitojnë 6 miliard euro nga kjo paketë, ndërsa Serbia dhe Bosnia e Hercegovina janë dy shtete që do të marrin më shumë kredi dhe grante. Konkretisht, shteti serb do të përfitojë 1.58 miliard euro, Bosnia dhe Hercegovina 969 milion, Kosova thuajse 888 milion euro, ndërsa Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi do t'i jepen parafërsisht 807 milion dhe 383.5 milion euro. Të paktën 50% të shumës totale, grante dhe kredi, do të shkojnë për investime përmes kornizës së investimeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa shuma e mbetur e kredive do t'i shpërndahet direkt qeverive të Ballkanit Perëndimor. Pagesa do të bëhen 2 herë në vit në bazë të kërkesave të paraqitura nga vendet e Ballkanit Perëndimor dhe pas verifikimit nga Komisioni Evropian të përmbushjes së kushteve përkatëse të pagesës, para kushteve dhe kushteve të përgjithshme si stabiliteti makrofinanciar, menaxhimi i shëndosh i financave publike, transparenca dhe mbikëqyrja e buxhetit. Në rast se kushtet e pagesës nuk plotësohen, Komisioni Evropian do të pezullojë ose do të zbresë një shumë përkatëse nga pagesa. Shteti i Ballkanit Perëndimor do të ketë 1 deri në 2 vite kohë për të përmbushur kushtet. Në të kundërt, shuma do të rishpërndahet mes të tjerëve në vitet në vijim.
Një shenjë qartë që ne po ecim me ritme të shpejta drejt antarësimit, kështu e ka quajtur kryeministri i vendit Edi Rama vendimin për të dhënë Shqipërisë financimet e para nga plani i rritjes ekonomike. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama zhvilloi një bashkëbisedim live me qytetarët në rrjetet sociale. Kreu i qeverisë në fjalën e tij tha se komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian, Marta Kos, ka deklaruar që përgëzon Shqipërinë për shpejtësinë në marrjen e financimit nga plani i ri i rritjes. Kemi një të re shumë pozitive, komisionerja për zgjerimin, Marta Kos, ka deklaruar që përgëzon Shqipërinë e Maqedoninë e Veriut për shpejtësinë në marrjen e financimit nga plani i ri i rritjes. Shpejtësia në marrjen e financimit do të thotë përmbushje e detyrave sipas kalendarit dhe programit, se ne s'kemi program, kalendarit dhe programit të dakordsuar për ecurinë e mëtejshme të vendit në rrugën e antarësimit dhe bëhet fjalë për 64.5 milion euro që vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë, 30 milion euro janë për buxhetin e shtetit si mbështetje për reformat e agjendës kombëtare të reformave dhe 34 kalojnë përmes WBIF-it, pra fondit të investimeve të Ballkanit Perëndimor për infrastrukturën. Kështu që besoj se kjo është një tjetër shenjë shumë e qartë e faktit që ne jemi duke ecur me shpejtësi sipas ritmit përcaktuar edhe nga negociatat për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri Edi Rama theksoi se në momentin që Shqipëria do të antarësohet në Bashkimin Evropian, do të përfitojmë një fond për 1 miliard euro në vit. Në kohën e sotme, ne Bashkimi Evropian na duhet më shumë se kur. Dhe nga ana tjetër, ne i duhemi më shumë se kur Bashkimit Evropian, Shqipëria dhe rajoni dhe vendet që janë ende jo në Bashkimin Evropian për të krijuar kompaktësi duke ribashkuar të gjitha copat e Europës dhe për të krijuar një perimetër shumë kompakt sigurie, gjë nga e cila ne kemi një përfitim të jashtëzakonshëm. Dhe në të 10 vitet e fundit ne kemi marrë në total afro diçka më shumë në fakt se sa 1 miliard. Çfarë ne kemi marrë në 10 vite, do ta marrim vit për vit me hyrjen në Bashkimin Evropian. Pushteti qendror, por edhe ai vendor kanë shlyerë afro 32 milionë euro kundrejt bizneseve, por edhe qytetarëve shqiptar për gjatë 3 muajve të fundit të vitit të 2024, duke u lënë ndjeshëm në këtë mënyrë stokun e detyrimeve të prapavetura. Viti 2024 është mbyllur me një rënje të ndjeshme të borxheve të pushtetit qendror dhe atij vendor ndaj bizneseve dhe qytetarëve. Stoku i detyrimeve të prapambetura ka arritur në total në 7.3 miliard lek, apo rreth 73 milionë euro në dhjetor 2024, duke regjistruar një rënje me 3.2 miliard lek apo 32 milionë euro në raport me shtator 2024. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë gjithashtu se stoku i detyrimeve është më i ulët në raport me dhjetorin 2023 me rreth 0.5 miliard lek. Në totalin e borxhit të mbetur deri në dhjetor 2024, qeveria qendrore zë 2.7 miliard lek, ndërsa pushteti vendor afro 3.3 miliard lek. Ajo që vjet re është që qeveria qendrore ka ulur ndjeshëm stokun në 3 mujorin e fundit të vitit me 4.3 miliard lek, ndërsa pushteti lokal ka shlyer vetëm 0.3 miliard lek në raport me shtatorin 2024. Sa i takon kategorisë së detyrimeve të prapambetura, peshën më të madhe zën ato për investime publike, duke qenë se përgjatë këtij viti ka pasur një numër të lartë kantierësh të hapura për të ofruar shërbime më të
mira për qytetarët. Konkretisht, detyrimet për investime arrin vlerën e rreth 2 miliard lekëve, por ajo që vjet re është se në KTZ ka qenë edhe shlyerja më e madhe për këtë periudhë, me afro 3 miliard lekë të shlyera vetëm në 3 muaj. Nga ana tjetër, stoku i detyrimeve për vendime gjyqësore për largime të padrejta nga puna apo ankimime të bizneseve arrin në 1.3 miliard lekë dhe ka ardhur në rënje në raport me shtatorin me rreth 1.1 miliard lekë. Kategoria të tjera za afro 1.3 miliard lekë të totalit të detyrimeve. Në tjetër, qytetarët shqiptarë kanë paguar afro 55 milionë euro tatim nga shitja e pasurive të paluajtshme për gjatë vitit 2024, ndërkohë që detyria ka qenë thuajse e njëjtë me nivelet e vitit 2023 në gjithë Republikën e Shqipërisë. Tregu i shitblerjes së pasurive të paluajtshme gjatë vitit 2024 është shoqëruar me luhatje të vazhdueshme, për shkak se shumë transaksione nuk u finalizuan në kohë në pritje të procesit të rivlerësimit. Dhe pavarësisht rritjes së përgjithshme të çmimit të pronave, kryesisht në kryeqytet dhe Bregdet, dhe si rrjedhim edhe transaksioneve të kryera, tatimi i paguar nga ana e qytetarëve shqiptar për kalimin e pronësisë ka pasur vetëm një rritje të lehtë thuajse të pandjeshme gjatë 2024-s në raport me një vit më parë. Të dhënat zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve tregojnë se të ardhurat e vjelura nga tatimi mbi shitjen e pronës për gjatë vitit 2024 regjistrohen në rreth 5.5 miliard lekë apo 55 milion euro dhe në raport me vitin 2023 ka një rritje të lehtë me vetëm 1.6%. Një ndër arsyet që kanë ndikuar në këtë ecuri ka qenë procesi i rivlerësimit, ku shumë qytetarë pritën që të miratohej iniciativa e qeverisë, e cila synonte që të kryhej rivlerësimi i pronave me 5%, por qeveria vendosi që ai të shtyhej përpas zgjedhjeve dhe pasi të përfundonte përcaktimi i çmimeve të reja të referencës në të gjithë vendin. Nga ana tjetër, rritja e çmimeve të referencës në kryeqytet, i cili mban edhe peshën më të lartë të transaksioneve, duke i përafruar ato me vlerën e tregut, ka bërë që tatimi i paguar nga qytetarët të jetë më i ulët. Sipas ligjit në fuqi për tatimin mbi të ardhurat, fitimi i kapitalit realizuar si rezultat i kalimit të së drejtës së pronësisë mbi pasuritë e paluajtshme, ndërtesë, truall dhe tokë bujqësore, tatohet me normën 15%. Pra e thënë ndryshe, qytetarët shqiptar për çdo shitje të një banese, ambienti komercial apo pasurie të paluajtshme tokë, paguajnë tatim 15% të diferencës ndërmjet vlerës në blerje të pasurisë dhe vlerës së saj në shitje, apo çmimit të referencë në rastet kur është ndërtim i ri dhe çmimit real në shitje. Nëse një apartament është bler apo rivlerësuar në vlerën 60.000 euro dhe shitet në vlerën 100.000 euro, shitësi paguan 15% të diferencës, prej 40.000 euro apo 6.000 euro tatim. Po ashtu informaliteti në deklarimin e çmimeve të shitjes është një tjetër arsye e kësaj performance. Ndërkohë disa nga partitë politike në programet e tyre ekonomike kanë parashikuar ulje të tatimit mbi kalimin e pronësisë nga 2 deri në 7%, iniciativë kjo që nëse do të vijej në jetë, do të jepte një hov tjetër transaksioneve dhe do të rriste formalizimin në këtë sektor. Edhe pse është një projekt i shumë pritur e kurudha që lidhë Shqipërinë me Kosovën, do të kërkojë një kohë të konsiderueshme për të qenë efektive, ndërkohë që për llogaritë të kushtojë rreth 1.8 miliard euro. Finalizimi i projektit për linjën hekurudhore Shkodër-Gjakov kërkon një periudhë 10 vjeçare. Vlerësimet që janë pjesë e prezantimit të studimit të fizibilitetit, të bërë nga konsulenti pak ditë më parë pranë institucioneve shtetërore, tregojnë se janë 5 faza deri në vënien në operim të linjës, që do të lidhë me hekurudh Shqipërinë me Kosovën. Viti i parë përfshin zhvillimin e projektimit paraprak, ndërsa në vitin e dytë do duhet të zhvillohen tenderë ndërkombëtar dhe lidhja e kontratës me kompaninë që do të ndërtojë hekurudhën. Përgjatë 2 viteve të para, duhet të përfundojë dhe zhvillimi i dizajnit të detajuar apo shpronësime të mundshme në gjurmën ku do të kalojë hekurudha. Kohëzgjatja e ndërtimit është 7 vjet, ndërsa në vitin e fundit duhet të kryhet testimi dhe vënia në punë. Sipas detajeve të studimit të fizibilitetit të zbardhura nga televizioni Skan, linja hekurudhore nga Shkodra në Gjakov do ketë 7 stacione në një gjatësi prej 105.8 kilometra. Ky segment do të përmbajë 43 ura dhe 14 tunele, teksa gjatësia totale e tuneleve është 35.3 kilometra. Sipas prezantimit, kostot për këtë segment përllogaritet në 1.8 miliard euro. Rreth 1.7 miliard janë kosto që nevojiten për ndërtimin, ndërsa pjesa tjetër përllogaritet si kosto për leje, shpronësime e të tjerë. Në prezantimin e bërë para institucioneve shtetërore nga konsulentët, thuhet se rezultatet dhe gjetjet e studimit të fizibilitetit dhe projektimit konceptual të hekurudhës Durrës-Prishtinë provojnë fizibilitetin teknik dhe qëndrueshmërinë ekonomike të projektit, duke i rekomanduar institucioneve që të kalojnë në fazën tjetër. Vlerësimi mori në konsiderat segmentin që nis nga Shkodra dhe përfundon në Gjakov, duke qenë se gjurma nga Durrësi deri në Shkodër do të jetë e njëjtë me linjën hekurudhore Vorhani Hotit, për të cilën po zhvillohen procedurat tenderuese për ndërtimin e saj.
Nga ana tjetër, Shqipëria planifikohet që të jetë pjesë e një rrjeti europiane krujdore të shpejtësisë së lartë i njohur si Starline. Ky projekt planifikohet që të lidhë rreth 39 të qytete europiane nga Mbretëria e Bashkuar në Turqi, por edhe në Ukrainë. Dhjetra linja hekurudhore të nisura vitet e fundit po e bëjnë më të lehtë udhëtimin për te kufive të vendeve evropian, por një propozim i sapo shpallur nga një institut me bazë në Kopenhag, publikuar së fundmi në Euronews, ka një plan shumë ambicioz për lidhjet hekurudhore të kontinentit. I quajtur Starline 21, projekti parashikon një rrjet hekurudhor të shpejtësisë së lartë në mbar Evropën, duke shpresuar të rishpik infrastrukturën hekurudhore të fragmentuar të pabarabartë shpesh të ngadaltë të kontinentit. Një sistem hekurudhor i integruar me të vërtet nuk është më vetëm një çështje komoditeti, është një domosdoshmëri strategjike për qëndrueshmërinë e Evropës në shekullin e 21, thekson grupi i ekspertëve. I projektuar si një sistem metroje, Starline ndryshon mënyrën se si evropianët e perceptojnë kontinentin e tyre, jo si një koleksion kryeqytetesh të largëta, por si një rrjet i vetëm me lëvizje të shpejtë ku çdo lidhje, qoftë për njerëzit apo mallrat, është e lehtë për tu arritur. Starline 21 synon që rrjeti të funksionojë deri në vitin 2020. Rrjeti i Evropës së shekullit të 21 projektohet me një gjatësi prej 22 kilometrash dhe planifikon të lidhë 39 destinacione në vendet evropiane nga Mbretëria e Bashkuar në Turqi e Ukrainë. Pjesë e këtij rrjeti planifikohet të jetë edhe Tirana. Aktualisht në Europë funksionon rrjeti transevropian i transportit TEN-T, një iniciativë e Bashkimit Evropian që synon unifikimin e infrastrukturës në të gjithë kontinentin. Sistemi i ri do jetë rreth 30% më i shpejtë se udhëtimi rrugor dhe hekurudhor aktual. Ai projektohet për shpejtësi 300 deri 400 km/h. Transporti është një nga sfidat më të mëdha klimatike të Evropës. Sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit, në vitin 2022 sektori kontribuoi me rreth 29% të emetimeve totale të gazeve serë të Bashkimit Evropian. Ndërkohë, Shqipëria po përjeton një rritje të ndjeshme të turizmit, sipas dhënave më të fundit publikuara nga Instat. Në muajin e shkurt të vitit 2025, numri i vizitorëve të huaj ka qenë mbi 1 milion të tillë. Shqipëria po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve vitet e fundit, jo vetëm gjatë sezonit veror, por edhe në atë dimror. Ky trend pozitiv vëret në statistikat e fundit të publikuara nga Instat për muajin e shkurt të vitit 2025. Sipas të dhënave gjatë muajit të dytë të vitit në Shqipëri kanë hyrë gjithsej rreth 1 milion shtetës shqiptar dhe të huaj, duke shënuar një rritje prej 7.9% krahasuar me shkurtin e vitit 2024. Megjithatë, krahasuar me janarin e këtij viti, numri i hyrjeve ka pasur një rënje prej 8.5%. Në ndarjen sipas Kombësisë rezulton se 51% e hyrjeve ishin shtetës shqiptar dhe 49% të huaj. Nga këta persona, rreth 543.000 ishin shqiptar, një shifër që pasqyron një rritje prej 8.5% krahasuar me shkurtin e vitit kaluar. Një tjetër aspekt rëndësishëm është dalja e shtetësve të huaj nga Shqipëria, e cila ka shënuar një rritje prej 5.5% në shkurt të këtij viti, duke arritur në 543.000 persona. Sa i përket origjinës së turistëve, 96% e hyrjeve nga shtetasit e huaj në Shqipëri në shkurt të vitit 2025 vijnë nga rajoni i Europës. Europa jugore përbën 83% të hyrjeve nga kontinenti evropian, ndjekur nga Europa perëndimore me 6%. Për gjatë 2 muajve të parë të vitit, numri i shtetasve të huaj të hyrë në territorin e Shqipërisë u regjistrua në gati 1 milion. Një rritje e ndjeshme është vënë re edhe në numrin e turistëve nga Afrika dhe Azia. Në periudhën janar-shkurt të vitit 2025, numri i turistëve afrikan ka shënuar një rritje prej 119%. Po ashtu numri të huajve nga Azia e Jugut u rrit me 194%, ndërsa nga Azia Lindore me 42.6%. Vitin e kaluar, një turist që ka hyrë në Shqipëri ka shpenzuar rreth 426 euro, ndërkohë që sipas të dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, të ardhurat vitore nga sektori i turizmit kanë qenë rreth 4.99 miliard euro. Gjatë 3 muajve të fundit të vitit të shkuar, turistët kanë shpenzuar në Shqipëri rreth 1.1 miliard euro, duke konfirmuar kështu trendin mjaft pozitiv të sektorit, të nisur që prej 2 viteve të kaluara. Shifrat e 3 muajorit të fundit të vitit konfirmojnë një rekord historik absolut për vitin 2024. Nëse marrim në konsiderat 12 muajt e vitit, të dhënat më të fundit zyrtare nga Banka e Shqipërisë tregojnë se të huajt në Shqipëri kanë shpenzuar një shifër rekord prej 4.99 miliard eurosh në total. Nisur nga shifrat të tjera të Instat në vitin 2024, numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në territorin shqiptar regjistroi në gati 11.7 milion. Kështu sipas shifrave të Bankës së Shqipërisë mund të gjejmë se sa ka shpenzuar mesatarisht një turist i huaj në Shqipëri. Sipas llogaritjeve rezulton që shpenzimi mesatar për person ka qenë rreth 426 euro. Por niveli rekord shpenzimesh raportohen edhe nga shqiptarët jashtëm me 2.7 miliard euro për gjatë vitit kaluar. Vetëm për gjatë 3 muajorit të fundit të vitit, shpenzimet e shqiptarëve jashtë u regjistruan në 612 milion euro.
Gjithsesi, bilanci neto mes shpenzimeve të turistëve në Shqipëri dhe shqiptarëve jashtë fiksohet pranë rreth 2.3 miliardë eurove, që është niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë nëse analizojmë të dhënat që nga viti 2008. Nëse bëjmë një projekcion të thjeshtë se sa kanë shpenzuar shqiptarët jashtë vendit për person nisur nga të dhënat e daljeve të shtetasve, mund të themi se vlera përllogaritet në 342 euro për person. Këto shifra konfirmojnë se paratë e shpenzuara nga turistët këtë vit janë pa diskutim një arsye e qëndësishme që mund të ndikojnë në zhvlerësimin e euros dhe që shton frikën për një rënje të mëtejshme të monedhës së përbashkët europiane. Shqipëria është kthyer në një burim të mirë të ardhurash për të huajt, sipas dhënave më të fundit zyrtare për gjatë vitit 2024, shtetasit e huaj nxorën nga vendi ynë si paga dhe dividend rreth 1.15 miliardë euro. Eksperimenti i huazimit të fuqisë punëtore nga vendet e treta i lidhur me shpërndarjen e dividendeve për individë që kanë investuar në Shqipëri ka bërë që të ardhurat e jo rezidente në vendin tonë të arrijnë nivele rekord gjatë vitit të kaluar. Të dhënat e Bankës së Shqipërisë tregojnë se gjatë vitit 2024 të huajt përfituan rreth 1.15 miliardë euro nga paga dhe shpërndarja e dividendeve, pra kthimi një pjesë të fitimit për pronarët që jetojnë jashtë Shqipërisë. Kjo shumë është thuajse dyfishi krahasuar me 5 vite më parë, kur gjatë periudhës së pandemisë të ardhurat e jo rezidentëve nuk kaluan 556 milionë euro. Sipas të dhënave nga Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive, aktualisht në vend punojnë rreth 13.000 të huaj, një shifër në rritje të vazhdueshme fal përpjekjeve për të tërhequr punonjës nga vendet e treta, kryesisht në sektorin e manifakturës dhe turizmit. Pjesa më e madhe e tyre vjen nga Turqia, Egjipti, Filipinet, India, Kina dhe Ukraina. Ndërkohë edhe shqiptarët që punojnë ose investojnë jashtë vendit ka regjistruar një rritje të ndjeshme të ardhurave. Sipas Bankës së Shqipërisë, në harkun e 5 viteve të ardhurat e tyre nga paga dhe investimet në vendet pritëse janë gati trefishuar. Nga 150 ide për start-up, rreth 89 prej tyre u shpallën fitues për grante mbështetëse që jep qeveria shqiptare, ndërkohë që kryeministri i vendit Edi Rama ka premtuar se programi i mbështetjes për to do të zgjerohet edhe më tej. Gjatë një prezantimi ku 150 të rinj shqiptar prezantuan 175 startupe të tyre me synim për të përfituar grante nga qeveria, kryeministri Edi Rama theksoi ndikimin që ka pasur zhvillimi i teknologjisë në vendin tonë. Sot kemi këtu 89 fitues të programit, por është po kaq e vërtetë që ne jemi shumë të vetëdijshëm që programi duhet zgjeruar më tutje. Nga platforma janë kursyer shqiptarëve 620 milion euro në total. Pra që për ndryshe do t'i kishin harxuar për të marrë shërbimet që kanë marrë në gjithë këto vite. E dyta që më mbeti në mendje është që janë kursyer 75 milion flet letre. Nga ana tjetër, Ministrja e Shtetit për Klimën dhe Sipërmarrjen Delina Ibrahima i bëri publike shifrat e përfituesve të këtij viti nga thirrja Startup Grant 2025, duke theksuar se aplikimet nga të rinjt po rriten ndjeshëm. Janë sot ne në sallë kemi 175 startupe, nga të cilat 89 janë startupet fituese të këtij viti. Sot flasim për një ekosistem që janë 2000 startupe të regjistruara që kanë një pasaportë. Kemi vënë në dispozicion në 4 vitet e fundit 10.5 milion euro, ku 8.5 kanë qenë kontributi qeverisë shqiptare dhe 2 milion kanë qenë kontribut i BE-s, me të cilat kemi financuar një numër të madh startupesh në 22-shin, në 24-ën dhe në 25-ën. Në mbyllje, kryeministri Rama theksoi se po punohet intensivisht për digitalizimin e prokurimeve publike përmes përdorimit të inteligjencës artificiale, duke shpresuar që sistemi të jetë funksional deri në fund të vitit 2026. E ndërsa globi shqetësohet për ndryshime drastike të klimës, Shqipëria ka edhe një shqetësim më shumë, ndërkohë që ekspertët kanë ngritur alarmin se vendi ynë ka një sistem shumë të dobët të monitorimit të treguesve klimatik. Studimi i ndryshimeve klimatike në Shqipëri është domosdoshmëri për shkak të ndikimeve që sjell ndryshimi i motit, thuajse në çdo sektor të ekonomisë. Gjatë konferencës shkencore me temë ndryshimet klimatike dhe uji, mbyllja e hendekut të paralajmërimit të hershëm, të organizuar nga Akademia e Shkencave, doli në pah sistemi dobët i monitorimit që ka aktualisht vendi ynë, teksa vit pas viti numri vendmatjeve pëson rënje. Deri në fund të vitit 2019, Shqipëria kishte rreth 228 vendmatje meteorologjike të kategorive të ndryshme dhe në kitin aktual ne kemi 95 në ato që quhen manuale apo me vritime vrituesi. Çdo vit humben 4 deri 5 stacione për arsye të lëvizjes demokratike të popullatës, për arsye të amortizimit të instrumenteve e kështu me radhë.
Ndërsa një vend i BE-s që është pranë nesh, Greqia çdo vit shton 4-5 stacione automatike. Po ashtu sipas profesor Zorbës, problem përbëjnë dhe stacionet e monitorimit të pacertifikuar. Në total bën rreth 250 stacione meteorologjike që funksionojnë pa ndonjë marrje leje, monitorim transferore mbi territor, pa ndarë të dhënat dhe pa asnjë lloj certifikimi. Në bazë të këtyre të dhënat të pacertifikuara, më pas bën reportime në institucionet e shtetit apo hartohen projekte dhe merren leje zhvillimi dhe ndërtimi, të cilat rezultojnë jo efektive dhe me impakte negative mjedisore në mjaft raste. Drejtuesi i njësisë së gjeoshkencave Rapo Ormani tregon të gjithë sektorët që preken negativisht nga ndryshimet e regjimit të rreshjeve që vijnë si pasojë e ndryshimit të klimës. Uji është edhe kjo një pasojë kombëtare e rëndësishme për vendin tonë dhe thatësirat ose rreshjet e shumta ndikojnë ose në sasinë e ujit e rezervave të ujit, por gjithashtu edhe në ndotjen e ujit. Prandaj është shumë e rëndësishme studimi i ndryshimeve klimatike, po e ka efekte jo vetëm këtu, por në gjithë ekonominë, në bujqësi, vegjetacioni bimëve, në peshkim, ndryshimet klimatike në det, temperatura e tjera ndikojnë, ai ka rëndësi për energjinë, sepse në vendi ynë është një vend që prodhon energji hidrike dhe nëse do të kemi ndryshime klimatike, atëherë ka probleme dhe energjia, po kështu siguria ushqimore, urbanizimi, turizmi dhe shumë sektorë tjetës janë të lidhur me ndryshime klimatike. Ekspertët dhe përfaqësuesit e institucioneve theksuan nevojën për investime të qëndrueshme dhe monitorime të vazhdueshme. Ne besojmë se roli kërkimit shkencor është thelbësor në këtë proces, duke ndihmuar në hartimin e politikave të bazuara në ato dhëna dhe në një forcim të vendimarrjes. Merret mendimi shkencor në mënyrë që të bëhen politika efektive, por mendimi shkencor gjithmonë jep zgjidhje të qëndrueshme dhe inovative për të ardhmen. Të pranishëm në aktivitet ishin dhe përfaqësues të Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës, të cilët kërkuan ndërmarrjen e politikave të përbashkëta për të rritur sigurinë e dy vendeve. Italia planifikon që të zhndrojë qendrat e pritjes në Shqipëri në qendrat të riadhesimit të përhershëm për emigrantët e parregull, ndërkohë që plani kërkon ndryshime ligjore dhe rishikim të marrëveshjes së nënshkruar së fundmi me Shqipërinë. Për të siguruar përdorimin e godinave të strehimit në Shqipëri, Italia planifikon të shndrojë ato në qendra riadhesimi. Ky opsion mund të bëhet i zbatueshëm sapo plani i Komisionerit të Bashkimit Evropian për Punët e Brendshme, Magnus Brunner, të hyjë në fuqi sipas Euroactiv. Ndonse funksionale që nga tetori, qendrat e pritjes së emigrantëve në Shëngjin dhe Gjadër, Shqipëri kanë mbetur bosh për shkak të mosmarrëveshjeve ligjore të vazhdueshme. Qendrat janë në pritje të një vendimi nga Gjykata Evropiane e Drejtësisë, që pritet deri në fund të majit, pasi Gjykata e Romës referoi çështjet për të përcaktuar se cilat vende mund të klasifikohen si të pasigurta për emigrantët e kthyer. Për të kapërcyer këtë ngërç përpara vendimit, qeveria italiane po shqyrton ripërdorimin e objekteve si qendra për riadhesim të përhershëm. Në vend që të strehojnë emigrantët e ndaluar në ujrat ndërkombëtar siç ishte planifikuar fillimisht, qendrat do të përdoren për të mbajtur emigrantët e parregullt që janë tashmë në Itali, të cilët janë caktuar për deportim. Pas shumë spekulimesh, ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi konfirmoi një pjesë të planit në një intervistë me La Stampa. Qendrat shqiptare mund të ndihmojnë në forcimin e sistemit të riadhesimit për emigrantët e parregullt që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Itali, tha ai, duke shtuar se ato janë tashmë të pajisura për të trajtuar deportime dhe nuk do të kenë kosto shtesë. Sipas mediave italiane, përpara mbledhjes së kabinetit të planifikuar për në 28 mars, qeveria po punon për një dekret të ri për Shqipërinë, që do të autorizonte përdorimin e qendrave si ambient të riadhesimi. Megjithatë, kjo do të kërkonte ndryshimin e marrëveshjeve ekzistuese me Shqipërinë. Piantedosi më vonë zbuti deklaratën duke shpjeguar se qendrat e emigracionit në Shqipëri nuk mund të bëhen ambient të riadhesimi, sepse ekziston tashmë një e tillë brenda një objekti me shumë qëllime. Na duhet vetëm të aktivizojmë atë sa më shpejt të jetë e mundur, duke marrë parasysh nevojën për të rikuperuar hapësirat e disponueshme në të gjithë territorin kombëtar. Ai u shpreh se kjo nuk do të ndryshojë funksionin e saj origjinal. Përfaqësues të Partisë Demokratike në Itali kritikuan planin. Sipas tyre, protokolli lejon që vetëm një pjesë e vogël e qendrave shqiptare të përdoren si ambient të riadhesimi. Kështu që konvertimi i tyre do të kërkonte të rishikimin e marrëveshjes me Shqipërinë dhe ndryshimin e ligjit. Të pretendosh se ky konvertim nuk do të kishte kosto shtesë është qesharake, u shprehën ata. Në fund të këtij edicioni u kujtoj se për më tepër informacion ju mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit skantv.al, ku do të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare të tjerë. Gjithashtu mund të na gjeni edhe në Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Këtu kemi përfunduar, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirëpafshim.